Xhafer Tahiri ka zbuluar detajet e reja për marrëveshjen e tij me vetevendosjen në Vushtri. Tahiri ka thënë se Lumir Abdigjiku i ka kërkuar që të gjejmë mbështetje për partinë në Suarek. Kryetari Abdigjiku më ka thënë kemi nevojë me na mbështet në Suarek, a mundesh me nxjerr këtë çështje? Të dielën kam shkuar në Vushtri, kam takuar 7 asambleistët e Degës bashkë me shefin e shtabit, nën kryetarët, ua kam shpjeguar marrëveshjen, jemi besadu dhe kemi publikuar të fotografi për ndryshimin në Vushtri. Kam dërguar tekstin e marrëveshjes të VV-ja në 6 në mbrëmje dhe është saktuar për të nesërmen në 10:30 në nënshkrimi. Në ora 7:20 kam pasur komunikim me Abdigjikun, më ka thënë ato që ai e di. Unë i kam thënë më thuaj një arsye çka ndodhi. Më ka marrë në telefon Kujtim Shala, më tha nuk më bën me bua të marrëveshje. Çka keni o vlla? Unë nuk thej fjalën e dhënë, tha Tahiri në Kanal 10. Tahiri kështu i është kundër përgjigjur ashpër për deklaratave të kryetarit të LDK-s, i cili një mbrëmje më parë quajti atë Qyqan në një emision televiziv. Tahiri thotë se Abdigjiku jo vetëm që ka qenë informuar për koalicionin me lëvizjen vetevendosje në komunën e Vushtrisë, por sipas tij kishte kërkuar edhe ndërmjetësim për një marrëveshje politike në Suarek. Sipas Tahirit, Abdigjiku ishte njoftuar paraprakisht për ofertën e vetevendosjes në Vushtri dhe kishte kërkuar vlerësim për potencialin e fitores. Abdigjiku më ka pyetur nëse kemi ofertë për Vushtrin, i kam treguar se kemi ofertë nga VV-ja dhe më ka thënë a mundeni me fitu. Ja kam shpjeguar se me numra kemi qenë rreth 1000 vota para, edhe me nismën rreth 2000. I kam thënë se marrëveshja është e qëndrueshme dhe se në fakt po ndërrojmë rolet me VV-n si në vitin 2017 kur ata na kanë mbështetur, ka deklaruar Tahiri. Ai ka mohuar se ka vepruar i vetëm apo në kundërshtim me qendrimet e LDK-s. Tahiri më pas e ka akuzuar Abdigjikun se i kishte kërkuar që të bisedonte me vetevendosjen edhe për një komunë tjetër. Më ka thënë a mundesh me fol edhe për një qytet tjetër për Suarekën, mandej kam takuar Kurtin në orën 19 së shtunës, i kam thënë hapur se jam LDK dhe nuk jam vetevendosje dhe kam kërkuar vetëm realizimin e marrëveshjeve tona. Për këtë kërkesë e kam njoftuar me njëherë Abdigjikun dhe Ardian Shalën, ka shtuar Tahiri. Mëtej, Tahiri ka theksuar se nuk ka pasur asnjëherë marrëveshje me PDK-n dhe se çdo veprim ka qenë i koordinuar me degën e LDK-s në Vushtri. LDK deri në momentin e publikimit të këtij lajmi nuk dha asnjë reagim pas deklaratave të Tahirit. Kryetari i Degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Vushtri, Xhafer Tahiri, ka reaguar ndaj deklaratave të kreut të partisë Lumir Abdigjiku, i cili e quajti atë Qyqan. Abdigjiku tha se marrëveshja e Tahirit me lëvizjen vetevendosje është e pavlefshme për LDK-n dhe se kjo çështje nuk ka rëndësi për partinë. Kjo është tema më e parëndësishme për LDK-n sepse jemi në betejë me 9 komuna të tjera ku jemi në garë. Vushtria nuk është në garë sepse kemi dalë të tretit. Secili njeri që e shtrin qafën para kryetarit e një partie tjetër është Qyqan, tha Abdigjiku duke shtuar se për punët e shtëpisë merremi vetë dhe se vendimi përfundimtar do të merret më 10 nëntor. Pas këtyre deklaratave, Tahiri reagoi përmes një postimi në Facebook, ku tha se lideri i mirë nuk e kall shtëpinë e tij. Politika e Aleksandar Vučić e uljes në dy karrige midis Rusisë dhe Bashkimit Evropian po i kthehet si bumerang. Pas vendosjes së sanksioneve ndaj kompanisë energjetike NIS, është në ndikimin rus, dobësitë e regjimit serb dolën plotësisht në pa. Kështu thot Sonja Biserko, kryetare e komisionit e Komitetit të Helsinkit për të drejtat e njerëzit në Serbi. Sipas saj, kjo krizë mund të ndryshojë përfundimisht balancat politike në rajon, përfshirë edhe qasjen e Serbisë ndaj Kosovës. Sanksionet ndaj NIS-it janë më shumë se një çështje energjetike. Ato testojnë të gjithë strukturën e pushtetit të Vučićit, aftësinë e tij për të ruajtur ekuilibrin mes Rusisë dhe BE-s dhe për të mbajtur gjallë narrativën e stabilitetit, që ka qenë shtylla kryesore e regjimit të tij, deklaroi Biserko në një intervistë për portalin ETV. Sipas saj, Serbia është futur në një fazë të re tensioni, sepse perëndimi po humb durimin, ndërsa Moska kërkon besnikëri të plotë. Kjo e lën Vučićin pa aleat dhe pa rrugdalje. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk do të tolerojnë më këtë pozicion neutralitetit të rrem. Beogradi duhet të vendosë ose rruga evropiane ose varësia nga Moska, shtoi ajo. Sipas Biserkos, pasojat mund të jenë serioze: humbja e besimit të investitorëve, dobësimi i dinarit, rritja e çmimit të importit dhe goditja për projektet strategjike si Expo 2027, të cilin Vučić e sheh si një simbol të suksesit të tij. Edhe pse efektet e menjëhershme ekonomike janë të kufizuara, kriza e rrit pasigurinë politike duke e vendosur pushtetin në presion për të gjetur një kurs të ri të politikës së jashtme. Nëse ndodh ndonjë tronditje ekonomike ose një rritje e presionit perëndimor, sipas Biserkos, Partia Përparimtare Serbe
SNS mund të humbas një pjesë të mbështetjes, ndërsa opozita mund të fitojë terren. Sanksionet ndaj nisit depresionishe. Ato sjellin mund të përshpejtojnë ndryshimet politike në Serbi, jo vetëm për shkak të pasojave ekonomike, por edhe për shkak të rrëzimit të narrativës së stabilitetit, mbi të cilën pushteti është mbajtur deri tani, tha Biserko. Ai ushtoi se meqense Parlamenti Evropian tashmë ka miratuar rezolutën shumë kritike për Serbinë, është e qartë se Vučić ka humbur durimin e BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nëse Beogradi nuk e përcakton qartë pozicionin e tij, mund të përballet me izolim diplomatik, ndërprerje fondesh europiane dhe sanksione politike. Lënia e mbështetjes ndërkombëtare mund të çojë në ndryshime të brendshme, sepse pushteti në Serbi tradicionalisht varet nga legitimiteti i jashtëm, tha ajo, duke shtuar se kjo nuk kupton domosdoshmërisht rrëzimin e menjëhershëm të regjimit, por fillimin e erozionit të tij politik. Sipas Biserkos, Vučić mund të tentojë të mbijetojë politikisht me disa lëvizje simbolike pro-europiane, si deklarata për afrim në BE-n, rregullime teknike ose distancim verbal nga Moska, por pa ndryshime reale. Vučić nuk është gati të shkëputhet nga Rusia, sidomos në sektorin e energjisë dhe sigurisë. Ai mund të vazhdojë me narrativën e Serbisë së ditë rrezikuar, duke përdorur tema si Kosova, Republika Srpska apo presionet nga Brukseli e Washingtoni, theksoi ajo. Por, sipas saj, Moska nuk do të pranojë këtë lojë të dyfisht dhe mund të ushtrojë presion përmes ndikimit të saj ekonomik dhe mediatik në Serbi. Vučić mund të mbjetojë taktikisht, por nuk ka më hapësirë strategjike për ta zgjidhur këtë krizë. Çdo krizë e ardhshme do të jetë më e rrezikshme për të, sepse po lodh edhe sistemin edhe shoqërinë, përfundoi Biserko.